paralajmërimi i prindërve të tij, sipas tyre ai ishte dhunuar dhe pas verifikimeve të Komitetit të Helsinkit ka rezultuar se djali kishte hematoma në syrin e djathtë. Gjithashtu ai nuk ka pasur një kontroll nga mjeku i komisariatit, siç thot Komiteti i Helsinkit, i cili është ligjërisht i detyruar, por pas këtij reagimi të Komitetit të Helsinkit kemi edhe një reagim nga Drejtoria e Policisë së Tiranës, e cila pranon këtë fakt dhe në një lajmërim për mediat ai thotë se në datë 12/4/2025 shërbimet e komisariatit numër 1 në Tiranë kanë shoqëruar një 14 vjeçar, i cili pas denoncimeve të banorëve të zonës, sot policia e Tiranës është shoqëruar për shkak se hidhte lëndë piroteknike dhe është proceduar për prishje të qetësisë publike. Megjithatë, duke pranuar dhunën ndaj tij, Drejtoria e Policisë së Tiranës thotë se janë pezulluar dhe janë marrë masa disiplinore për 3 punonjës të komisariatit numër 1, pikërisht për 2 inspektorë dhe 1 nënkomisare, të cilat kanë qenë pjesë e shoqërimit dhe dhunës me sa duket të 14 vjeçare. Gjithashtu, në lajmërimin e Drejtorisë së Policisë së Tiranës thuhet se Agjencia e Mbikëqyrjes Policore ka referuar në prokurori materialit për këto 3 punonjës për veprën e kryer veprimeve arbitrare dhe dëmtime të tjera me dashje. Gjithashtu, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit dhe Drejtoria e Standardeve në Policinë e Shtetit me urdhër të Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë, zotit Ilir Prota, ka nisur menjëherë, thot Drejtoria e Tiranës, një hetim administrativ për të verifikuar nëse 3 punonjësit kanë shkelur kompetencat dhe detyrimet që i cakton rregulloria e Policisë së Shtetit dhe procedura standarde e punës. Gjithashtu, Drejtoria e Policisë së Tiranës sot se është e angazhuar për të dokumentuar të gjithë të ngjarjet të rëndë nëse 3 punonjësit e Policisë së Tiranës, pikërisht komisariat numër 1, kanë ushtruar dhunë ndaj 14 vjeçare. Ndërkohë që Komiteti i Helsinkit ditën e djeshme është shprehur se ky denoncim ka ardhur nga prindërit e 14 vjeçarit, të cilët kanë pretenduar se ai është dhunuar dhe menjëherë në komisariatin numër 1, thot Komiteti i Helsinkit, kanë shkuar vëzhguesit ku kanë konstatuar se në regjistrin e personave të shoqëruar kishte korrigjime në orare të shënuara në emrin e psikologës dhe të oficerit të policisë gjyqësore. Gjithashtu, duke marrë parasysh këto fakte, thuhet në këtë deklaratë të Komitetit të Helsinkit, ka pasur le të themi një shenjë, një hematom në syrin e djathtë, duke konfirmuar në këtë mënyrë dhunën. Gjithashtu, veç shënimeve në regjistër, punonjësit e policisë të komisariatit numër 1, sipas i pretendimi, kanë mohuar ushtrimin e dhunës përveç ndërhyrjeve që janë bërë në librin e shërbimeve dhe që janë gjetur. Sipas Komitetit të Helsinkit, i mitur është dërguar në spitalin e Tramus pas insistimit të prindërve. Dhe tashmë ky pretendimi i Komitetit të Helsinkit dhe të prindërve është vërtetuar dhe nga Drejtoria e Policisë së Tiranës, nga Agjencia e Mbikëqyrjes Policore dhe tashmë dhe Drejtoria e Standardeve në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit ka nisur një hetim për 3 punonjësit e policisë, të cilët dyshohet se kanë dhunuar 14 vjeçar.